Assalamu alaikum nga vendi ku zemra gjen qetësi. Këtu njeriu e kupton më së miri pse jemi krijuar. Pra, për të adhuruar vetëm Allahun, pa i bë atij ortak, pa i bë atij ndërmjetës. Allahu thot në Kur'an: pastrojeni shtëpinë time, pra shapen, për ata që e vizitojnë, që rinë aty për adhurim dhe që falen duke u përpullur dhe për ullur. Kjo që shikojmë qapja nuk është thjesht ndërtesë. Kjo është zemra e tauhidit, e njësimit të Allahut lartësuar mbi tokë. Është vendi ku lotët flasin më shumë se fjalët. Është vendi ku zemra shijon një lumturi që lidhet më shumë me krijuesin e qetësisë. Kur shikojmë këtë ndërtesë, qapen, e kuptojmë më së miri se kjo botë është kalimtare. Veç adhurimi Allahut lartësuar është ajo që mbetet për gjithmonë. O Allah, bëj zemrat tona të lidhen vetëm me ty, o krijuesi i qetësisë. Bëje këtë qabe burim drite, o Allah.